Një debat fort i zhvilluar në botën e historisë është se kush është generali ushtarak më i madh që ka parë historia. Napoleoni, Aleksandri i Madh, Jules Cezari, Hannibal Barca, Erwin Rommel, por është dikush tjetër që ndodhet po aq lart, ndoshta edhe më lart se këta udhëheqës të mëdhenj. Është një prijes, heroi një vendi të vogël, i cili ndoshta s'kishte një perandyri të madhe, as një ushtri të përsosur, por kishte të gjitha cilësitë e virtytet që e bën dikë të pavdekshëm, të lexuar, të paharrueshme në histori. Ky është heroi që ndali perandyrin osmane për 30 vite me radhë. Boshti sultani i rënd, mbrojtësi i kështërimit e i tërë Evropës, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ky njeri, kaq i madh dhe i paharrueshëm, nuk ishte vetëm heroi i Evropës së kështërimit. Ai ishte i Shqipërisë e shqiptarëve. Para gjithçkaje në botë, ai vendosi vendin e tij. Arriti të bashkonte në aleancë princët shqiptar që ishin gati t'i hanin kokën njëri tjetrit për sa do pak lavdi e pushtet. Edhe kur ishte në perandorin osmane, se harroi kur vendin e tij, krijoi kanunin e tij, fali gjaqet, formoi ushtrinë e përbashkët. Pra, me pak fjalë, u bë prijes për të cilin shqiptarët kishin nevojë. U bë modeli unik e i përsosur shqiptar, duke mos harruar kur virtytet që na kanë karakterizuar që në lashtësi. Gjergj Kastriot Skënderbeu u bë njeriu që i vjen çdo kujt në mendje sa herë përmendet kombi e vendi ynë. Nga e ka prej ardhjen Gjergj Kastriot Skënderbeu. Do të jemi kënaqur të prek vetëm një gjë, se krerët e fisit të Kastriotëve kanë rridhur nga mati. Kështu shkruan Marin Barleti, kur flet për origjinën e derës arbërore në librin e tij Historia e Skënderbeut. Ky, një burim jo pak i besueshëm, pasi ky libër, i parë i llojit për heroin kombëtar, edhe sot shkruhet në të, vazhdon të jetë në qendër të diskutimit kur flitet për Skënderbeun, e shkangjar gjatë viteve të tij të lavdishme. Tregon qartë se si Kastriotët, e kryesisht Gjergj Kastrioti, kanë rrënjë matjane, edhe pse këto rrënjë shpesh lihen në hije. Në përkrenaren e Gjergj Kastriot Skënderbeut janë shkruar në një shërit bakri inicialet IN, PE, RA, RE, BT, të cilat përkthehen nga latinishtja e thon: Jezus Nazareni, bekon Skënderbeun, princ i Matit, mbret i Shqipërisë, tmeri i Osmanëve, mbret i Epirit. Gjë që tregon se heroi ynë kombëtar ka qenë në të vërtet nga mati, siç e thot dhe vetë përkrenarja e tij. Në skajin verilindor të luginës së Matit, pranë fshatit Vig, në kufi me fshatrat Shëlli, Vinjall e Qafmur, ndodhet të kështjella e Stellushit, një kështjellë e lashtë i lire që ndodhet aty ku banorët e zonës e quajnë Varosh, e cila i shërbeu Gjergj Kastriot Skënderbeut gjatë viteve të lavdishme të tij, si pikë strategjike e administrative në një territor të papushtueshëm, mes malesh, shkëmbinjsh, dhe gjithashtu kështjella ndodhej fiks maj një kepi, që edhe sot e kësaj dite i thon Kepi Skënderbeu. Bëhet shumë qeve si keni ardhur nga qyteti për të njohur me qytetin e Stellushit, qytetin e hershme, qytetin i lirë, që ka më shumë se sa mijëra vjet, ose më mirë me thënë, qysh nga shekulli i 4 të erës sonë edhe më përpara ndoshta. Për vete nuk jam thash kureshtar, sepse unë qysh fëmijë, më thonë kam kaluar në këto troje, kam kaluar në këtë rrugë, kam kaluar në të qytet, kemi njëtur në fatar, kemi lozur e kemi bredhur. Natyrisht që fillesat për njohje kanë qenë gojdanat e popullit, sepse kanë munguar, domethënë ka munguar e shkruara, por nëpërmjet gojdanave, nëpërmjet riteve tradicionale që banorët e zonës kanë patur, gjithmonë janë vlerësuar dhe ka mbetur historia e gjallë. Për shembull, ky vend gjithmonë është thirrur ke Kalaja e Skënderbeut, është thirrur ke Kepi i Skënderbeut. Aty poshtë në atë qafë që në Limoqet është qafa e kishës, mund atë qafë që duket atje si që jemi dhe ke kisha. Pra, ka të afërt dhe ka shpesa kanë qenë kishat këtu, sa që kjo dëshmon se ka qenë një popullsi e madhe.
Mandej në shumë studius, edhe të sotëm, nga më të njohur që kemi ne të historisë dhe të kulturës shqiptare, sot po deklarojnë që koha e Skënderbeut ka patur edhe një popullsi, më thanë shumë të madhe. Do shta ne na duket habi kur e kemi dëgjuar për herë të parë, që popullsia asaj kohe mund të qenë edhe 10 milion banor, më thanë kombion i periudhës së Kastriotëve edhe periudhës së Ilirit më bashkë. Sipas studimeve që kemi nxjerrë dhe kanë dalë në pa, e para Kastriotëve këtu thuhet se ka qenë banuar nga fisi i Gjormit. Tani, kjo qytet, siç keni edhe ju ata gojdanat e qinë, është populluar e thuhet që ka pasur mijëra banor. Se sa e vjetër, domethënë, dhe sa banor ka patur, atë gojdanat thonë që ka patur shumë. Për shembull, thuhet që në Kry Varoshi, në fund Varoshi kanë qenë, domethënë, njerëz që janë rritur, kanë jetuar dhe kur janë bërë pleq, kanë punë njëri tjetrin, nga jetimi nga në tutje të sheshit Patlalit, që ka dhe 20 minuta ka. Tu është edhe ka qenë vend edhe për alpinistë, që e kanë eksploruar, se ku është ajo shkepi la deri në sa, është i la. Dhe aty është mund në rasën e Tamit, aty brenda është një qindër të esë, që alpinistët që kanë një brenda, thonë që është rreth 12 metra e gjatë dhe 6 metra. Kjo ka qenë qendër strategjike apo ka edhe të dhëna të tjera? Kjo ka qenë qendër administrative. Kryesisht qendra administrative që është administruar nga fisi i Kastriotëve, nga Gjon Gjergj Kastrioti. Pika strategjike që i ka shërbyer kësaj kështjelle, presupozohet edhe jo presupozohet ka qenë reale në shkalaja e Betalbës, e cila është në vijë të tretë këte, në shkalaja e Qidhës, cila është vetëm 3-4 kilometra prej këtu, edhe vende të tjera strategjike, pika, domethënë siç është Kurata, Mali Kurat, në shkepi Roje, i pak dispostuar që edhe nga emri, në nga një vendosur Roje, të shqit nga ngel emri kepi Rojes, e tjere tjere. Nështë kjo ka qenë qendër administrative. Qendër administrative, qendër e qytetërume, dhe ka qenë edhe qendër e madhe tregtare. Në këtu ka qenë bërë lidhja e tregjeve, aty ku tha shumë. Që sheshi Pazarit, ku thuhet sot, që është 20 minuta për këtu, me këmbë flas 20 minuta, është ka qenë sheshi Pazarit. Dhe nga të gjithë rrugkalimet, domethënë, qysh nga Adriatiku, kupton, nga Rodoni, që nga Shëngjini, gjitha këtu të rrugkalimet të çonin. Dhe për cilin për Lurë, për Agas, për Dibër në dy krau, tu pra për Lurë Barë, kjo ka qenë. Edhe në çastet e fundit të jetës, Skënderbeu përpara princave, ambasadorëve, gjeneralëve dhe drejtuesve kryesor të vendit mbajti një fjalim, ku i la popullit të tij amanet këto thënie. Nuk është sipërfaqja, ajo çka e bën një vend një front të besueshëm, është ai që ulet mbi të. Mos përdor një spiun për të ditur se çfarë thonë njerëzit në lidhje me administrimin tuaj. Krenaria dhe luksi i bën pasanikët të ndjehen të pandjeshëm ndaj fatkeqësive të varfërve. Ju duhet jeni trima dhe të virtytshëm. Artizani, bujku, ndërtuesi edhe ushtari kanë meritë se bëjnë punë të rëndësishme për veten edhe për të tjerët. Mbrojeni meritën dhe shpërndajeni atë kudo që ndodhi. Një monark, edhe pse i varfër, duhet të jetë bujar. Kur të jeni në luftë, do të udhëhiqni ushtar si general, dhe në betejë do të luftoni si ushtar. Për arsye të postit që do të keni në shoqëri, ju do të dallojeni nga të tjerët nëpërmjet bujarisë. Mati është krahina më e pasur në krijimin e legjendave dhe gojdhënave për Skënderbeun. Këto krijime popullore janë ruajtur në këtë krahinë deri në ditët e sotme, ose janë marrë si motiv nga shumë shkrimtarë matjan. Në atë kohë, Varoshi ka qenë aq i madh, sa një banor në fund të Varoshit, e një në krye, janë bërë nga 70 vjeç.
e asnjëherë nuk janë parë me njëri tjetrin. Edhe sot e kësaj dite, ata njerëz që takohen rrallë, thonë, u bëm si krye varoshas e fund varoshas. Një ndër legjenda që ka mbetur akoma në gojën e popullit të kësaj krahine është se kur Skënderbeu luftonte me pushtuesit, atij syti kullonin gjak e mustaqet i rriteshin një pash. Guri i prerë. Pranë pazarit, në anën e sipërme të fushës, ndodhet një gur i stërmadh sa një dhomë. Skënderbeu nxorri shpatën nga mielli dhe e goditi 4 herë, duke e ndarë shkëmbin në 8 copa. Njerëzia u habitën dhe mbetën të shushatur tek pansi si Skënderbeu e preu shkëmbin në 8 copa, sikur të ishte një kokër moll. Të gjithë u çuditën, ndërsa Skënderbeu shikonte tehun e shpatës se mos ishte thyer nga forca e gurit. Grindja u ndal dhe njerëzit nisën të flisin për forcën e Skënderbeut. Atyre nuk u shkoi mendja te zënkat. Më vonë, një rapsodi thuri një këngë kësaj ngjarjeje. Dragoj nga përroj, e një zana e lëshoj, por shamata nuk pushoj. Atëherë guri në coptoj, trigut frikën i tregoj, të gjithë pazarin e shpëtoj, dhe armikun e tmerroj. Учит молодь меланхазо.